Allahu Azza wa Jall e falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë salavatet dhe selamat i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me mësimet dhe ligjëratat që kanë të bëjnë me etikën e besimtarit kundrejt veshmbathjes, kundrejt rrobave dhe teshave që konsideron në vete mirësia Allahut Azza wa Jall. Dhe sot përmendim dhe potencojmë dhe e lëm një traditë të mirë që na e kemi si popull këto troje, që kur dikush blen një tesh të re apo vesh një tesh të re, i themi e gëzofsh, ose i themi ja pas hajrin. Kësaj fjale vetëm du me ashtu disa fjalë që përmenden hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e para për me tregu se gjithë kjo ka bazë fetare, që besimtarin kur ta shohë se Allahu ja ka dhënë një mirësi, një dhunti, një begati, ti thush e gëzofsh, ja pas hajrin asaj, dhe bëjsh një dua të mirë e jo të xhelozosh. E jo me të ardhi natë dhe me pas haset dhe xhelozi dhe t'ja mendosh të keqen. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka pas shokët e tij se kanë vesh tesha të reja, ju ka thonë kështu: ilbis jadidan wa aish hamidan wa mut shahida. Ka thonën e gëzofsh teshën e re, wa aish hamidan, dhe jeto krenar. Thot jeto me krenari, ta kesh jetën e mirë, të kesh krenari në jetën tënde, dhe të kesh dhe të jetë të rahatshme e të qetë, si pasoj se ti ke vesh një robë të mire cila të gëzon, dhe me një farë mënyre i thua lusë Allahun që ki gëzim të vazhdoj e kështu të ti. U e mut shahidin, edhe në fund ju ka thonë Allahu ta mundsoft me vdek si shahid. Allahu ta mundsoft me vdek si shahid. Wa yarzuqaka Allahu qurrat aynin fi dunya wal akhirah. Dhe Allahu të dhasht lumturi, rahati, qetësi, mirësi në dunjo e në akhirat. Kjo lutje është shumë e lehtë, është shumë e thjeshtë, por me të vërtet do me thonjën dhe manan e ka të madhe. Do me thonjën dhe manan e ka të madhe, dhe nuk dihet se kur i pranohet besimtarit duaja dhe lutja. Askush prej nesh nuk mund të thotë se kjo dua pranohet dhe kjo nuk pranohet. Përkundrazi, kjo është dua me shkak dhe me sebeb, që nëse thuhet në vaktin e vet, momentin e vet, çastin e vet, shpresohet përgjigje Allahut subhanahu wa taala. Ka ymit shpresa të mëdha se Allahu do t'i përgjigjet kësaj lutje dhe kësaj duaje. E kur Allahu azza wa jall t'ia ban dikujt nasib dhe t'ia pranon atë lutje, para mendoni se çfarë jeti do të ketë ai person i cili vetëm ka vesh një robë të re të mirë, e ti ja ke thonë këto fjalë të thjeshtat, modeste, të vogla, e Allahu i ka pranuar. Sot ta njëjtën e vet do të ketë mundësi të vesh tesha të reja e të mira. Do të jeton si krenar dhe Allahu do t'ja ban nasib që frymën e fundit ta jep si shahid. Do t'je lut Allahu azza wa jall që ky njeri t'i ketë mirat që janë të dukshme. Për këtë shak veshja e teshave të reja është mirësi që duket që e shes syri e prek dora. Kurse krenaria është diçka që është në zemrën e njeriut, do thotë Allahu dhuroft pamje të mirë dhe rahati në zemër dhe çka? Edhe jetë të lumtur në ahiret. Sepse shahidi padyshim se jetën e ahiretit e ka të përmbushur me lumturi, sepse do të ringjallet me pejgamberët, me shahida të tjerë, me të devotshmit, me të sinqertit, një shoqëri do të jenë ata. E sa shoqëri e mirë që është kjo? S'ka shoqëri më të mirë se kjo. Dhe pasi që na e kemi si popull zanat dhe tradit të mirë e pozitive, që kur ta shohim dikan se Allahu ja ka dhënë një të mirë, mi thon e gëzofsh, shto edhe çto ditë rrellafe. E gëzofsh teshën e re, thuj Allahu të dhuroft krenari dhe çka ta mundsoft me shku në dunjë si shahid.
Dillafe më shumë dushmi ashtu. Veç Allahu dhuroft krenari dhe ta mundsof me vdekje si shahid. Kur e thu këtë dua, nuk është që ti ja mendon ati vdekjen. Për çka ja mendon përfundimin e mirë, sepse vdekjes askush s'ka mundësi me i hik, na gjithë e dim. Edhe pse tutmi me shprejket se kina me vdek një ditë, ama gjithë jemi të bindur dhe e dim vetë vete se një ditë ka me në arë fundi. E para mendoj, dikush të thot, atë fundi që ka me të ardhë ndë njëherë që ason, as te nuk e din, e lusë Allah që ta kesh përfundimin e mirë. E s'ka do më të mirë se sa dikush thot, Allah o ta bëf nasib, ta mundsoft, ta kesh përfundimin e mirë. Ashtu si ka hije një muslimone. Para mendoj, kur Allah e ban nasib dhe e pranon lutjen që atë përfundim ta kesh si dëshmor, si shahid. Të rinjallesh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me shahida tjerë, Abu Bekrin, Omerin, Khalid ibn Velidin, gjithë shahida që na i njohim dhe i dim. Dhe kjo është tërbije që besimtari e para herë t'ja then komën shejtanit, si themi na, që të mos xhelezoj kur t'ja shenjë të mirë vllaut të vet. Për çka të bëhet gentleman zemërgjon, edhe t'ja thot këto fjalë të mira të mëdhaja. E dyta, praktikon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka shpërblim në vete, që ka sevape në vete, që besimtari kur e shfrytëzon apo kur e praktikon sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo që i themi na nuk është adet, nuk është tradit, por është fe, është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai që po du me potencu këtu, kur dikuj t'ja shifni një të mirë që ja ka dhënë Allahu, banë njetë që kur t'ja thësh atë fjalë të mirë, e gëzov që ja pas shajrin, ta thuish pse ka thonë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo pse na e kemi zanat, tradit. Ndrej njetin, veç banë njetë që me këtë formë praktikoj sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Padyshim që kjo që ka mbet tek ne është si pasojë e asaj që gjyshit e ton, pleqët e ton kanë qenë përpikshëm në fe. I rasisht na shumë mesele që i dim që kanë të bëjnë me veshmbathin, i dim se kemi trashëguar prej paraardhësve ton, prej gjyshve ton. Sikurse me vesh të ishën ka e djathta, e me hek ka e majta, e kur tish në xhami tish me komën e djathtë, dalsh me komën e majt. Gjitha këto mesele shumica prej nesh i dim. Nëse ndalemi dhe themi, po pse shumica nuk i dim argumentet fetare, ama e dim se kështu duhet, kështu është rendi. Ama ata që na i kanë trashëguar neve, padyshim se ato këto vepra i kanë bën me bazë, bazuar në Kur'an dhe Sunet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, natyrisht si pasojë e asaj që i kanë thënë gjunit para xhallarëve, para ulemave. Dhe unë këtu përmendi meselen që një ditë një xhamatli që është xhamat këtë xhami prej 1955, i cili ala ndoshta sot është mesin ton, nuk e shoh, ma tregoi një mesele që mahniti, që të regon se ata dinin e kanë marrën shumë me precizitet dhe me shumë lodhje. Thëjke, hoxha kur majke dërës në që këtë gjami, përmend ke me të Efendin, rahmetullah alej, Allah e më shirov me mëshirin e ti gjanë, thëjke e majke dërësin të qaj qoshë atje. Ku është ato dy shtila kërën, atje thëjke e kish një karike. Nuk kish mikrofona. Edhe të regoj ke mesele për të haretin, fije për fije. Një nga një. Kur folke për tërbijin e veshjes, se ke shumicën e këtimve meseleve kemi ndëgjuna në zamanin tonë, në vaktin e timve. Që ndoshta me vite këto si mesele janë shkëput. Pse të pas probleme më të mdoja, natyrisht probleme më të mdoja, hoxha detyroj që shtjellon mesele tjera. E theke, hoxha shpjegoj ke edhe majke ders pa mikrofona. S'kish mikrofon. E theke, rahmetlia ka pas një smundje që smujke dhe shumë me bërtit me ngrej zonin, ama gjithë e mirësh me vesh dersin, ashtu si e kaldzëke aj. Ashtu si e kaldzëke aj. Ishme me vëmendje të plot në xhami, në qësh xhamis, ama e ndëgjësha që ka thot hoxha këtu, pëse kish qetësi të madhe dhe absolute. Të madhe dhe absolute si rezultat i dashurisë së madhe ndaj diturisë. Dhe tërbiz dhe edukatës ndaj ilmit, jo ndaj hoxhës. S'paren ndaj ilmit, ndaj fjalëve të Allahut Azza wa Jall. Dhe në rasisht,
Përmendi këtu meselën tjetër që shpesh herë me gjitha këto të mira, shiqoni, me gjitha këto të mira, ai që vjen këtu nuk ka nxehtë se ka klima, ai që vjen këtu nuk ka ftoft se ka nxemje, ai që vjen këtu nuk ka mundësi me s'me ndëgju sepse ka zërim të mirë, zërim ma bashkor që ka mundësi me ekzistu në këtë zaman. Megjithatë, shpesh herë meselja kallëzohet kështu, kur dalëm jashtë po duhet me dhënë sqarime tjera. Pse? E shpërndan dikush meselën se hoxha tha kështu, që s'kum thonë, apo dikush tjetër, se është patjetër tonë, që nuk do me dhënë se këtu ndodhë, por banë vaki që njerëzit shkaku i mos kujdesit të mos e kuptojnë meselën ashtu siç duhet. Por po thamone, na jemi njerëz, shpesh herë ndoshta edhe gabojmë, dashtëm apo s'dashtëm, ke kush ke, diti sa diti, patjetër me gabu. Edhe nëse ndodh kjo, e rëndit është para se me transmetu meselën ndryshe, mu konsultu me hoxhën, apo mi thonën, ndëgjova, e kuptova kështu, a është për një me qashtu, apo ka diçka tjetër. Allah i shpërblej për durimin e juve të madh, ku lusë Allahu azza gjithve të na i falë mëkatet dhe gjunahët, gjithve të na i bëjnë nasib kështu siç jemi të ringjallemi në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, që të gëzojmë të mirat e tij që i ka përgatitur për besimtarët e tij të devotshëm. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.